Në këtë sezon në Big Brother hyri një nga figurat më të komentuara të momentit. Një emër që dikur bëhej njohur për elegancë, profesion dhe sukses, por që sot vjen e rrethuar edhe nga një stuhi debatesh. Ajo është Hygerta Sako, gazetare sportive, ish Miss Albania, moderatore, modele, një emër që ka lënë gjurmë tash 3 dekada në ekranin shqiptar. Në vitin 1995 u kurorëzua Miss Albania, ndërsa vitin pasues përfaqësoi Shqipërinë në Miss Europe duke arritur deri në gjysmëfinale. Më vonë, Hygerta u bë një nga figurat më të njohura të RTS-s duke drejtuar programe sportive. Por pas gjithë këtij shkëlqimi, jeta e Hygertës nuk ka qenë e thjeshtë, nga humbja e babait gjatë pandemisë deri te presioni vazhdueshëm mediatik. Ajo ka treguar se pas kamerave fshihet një grua që ka kaluar shumë sfida personale. Dhe pastaj erdhi momenti që ndezi rrjetin, nëntor 2025. Gjatë një epizodi televiziv, një video studio superhap me shpejtësi. Hygerta dhe panelistët u pan duke qeshur gjatë një interviste me një futbollist afrikan. Reagimet ishin të menjëhershme, kritika të forta, akuza për racizëm. Komentet shpërthyen, tituj të përhapën dhe në pak kohë emri i saj u vendos në qendër të një stuhie mediatike, por Hygerta doli publikisht. Ajo tha se gjithçka ishte keq interpretuar, se video ishte shkëputur nga konteksti, se nuk ishte dhënë asnjë moment për të shpjeguar rrethanat e vërteta të studios. Skandali u bë titulli i javëve të tëra dhe pak ditë më vonë Hygerta u largua nga RTS. Nëse janë të vërteta apo jo këto pretendime, mbetet i shohim gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brotherit.